emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndiqni të nderuar shikues. Kosova dje mbajti zgjedhjet lokale për kryetare kuvende komunale. Zgjedhjet u cilësuan se përmbushën standardet e lira dhe demokratike. Në nivel vendi, rezultatet preliminare të komunikuara për subjektet politike u arritën të bëhen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, për dallim nga zgjedhjet në Nënshkurit, ku platforma online pati probleme. Rezultati preliminar nuk kënaqi shumë këthuajse asnjërin as palën tjetër, ose asnjërin në tanësinë e tyre. Shumica e komunat do të shkojnë në ballotazh, por të nisemi nga partia e parë, nga lëvizja vetëvendosje dhe rezultate që ka arritur ajo bashkë me Partinë Demokratike, Lidhjen Demokratike, AK-n e të tjera nisma të pavarura. Po vijoj. VV ka siguruar fitoren pa ballotazh në 3 komuna, në Kamenic, në Podujevë dhe në Shtime. Në 12 komuna të tjera do të jetë në rundin e dytë. Në Gjakov kundër AK-s, në Gjilan kundër Lidhjes Demokratike, Fush Kosovë kundër LDK-s, në Mitrovic kundër PDK-s, në Kaçanik kundër PDK-s, në Obiliç kundër LDK-s, në Rahovec kundër AK-s, në Pej kundër LDK-s, në Prishtinë kundër LDK-s, në Prizren kundër PDK-s, në Viti kundër LDK-s dhe në Vushtrri kundër Partisë Demokratike të Kosovës. Në 3 komuna vetëvendosje prind, ndërsa në 9 të tjera i komunikuan rezultatet e preliminare të KQZ-s. Renditet e dyta duke ruajtur potencialisht në pritet e saj një rritje ose fitore. PDK ka fituar po ashtu në 3 komuna pa ballotazh, në Skenderaj, në Ferizaj dhe në Hanin e Elezit, ndërsa në 6 të tjera do të përballet në rundin e dytë ato të ballotazhit. Në Dragash kundër LDK-s, në Kaçanik kundër vetëvendosjes, në Glin kundër AK-s, në Mitrovic kundër lëvizjes vetëvendosje, Prizren kundër VV-s dhe në Vushtrri po ashtu kundër lëvizjes vetëvendosje. Në 4 prej tyre PDK prind, ndërsa në 2 të tjerat renditet e dyta. LDK ka arritur fitore në 2 komuna në rundin e parë, në Istog dhe në Lipjan, dhe do të marrë pjesë dhe në 9 komuna të tjera në rrethin e dytë të votimeve. Në Gjilan, Fush Kosovë, Obiliç, Pej, Prishtinë, Viti, gjitha kundër lëvizjes vetëvendosje në rrethin e dytë të votimeve, si dhe në Dragash kundër PDK-s, Suareg dhe Unik kundër AK-s. Në 6 prej këtyre komunave LDK është në e përsi, ndërsa në 3 të tjera është e dyta, duke u renditur si një nga partitë me performancën, siç raportohet nga kampet e LDK-s më të qëndrueshme në procesin zgjedhor. AK ka siguruar fitoren pa ballotazh në Deçan, ndërsa do të përballen në 5 komuna të tjera në rrethin e dytë, në Gjakov, në Rahovec, të dyja kundër VV-s, në Klin kundër PDK-s, në Suareg dhe Unik kundër Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ndërkohë nisma Social-Demokrate Fatmir Limajt ka arritur të ruaj fitoren në Malishev dhe në komunat e tjera nuk duket që ka rezultate inkurajuese të dukshme ky subjekt politik. Kandidati pavarur ndërkohë për Drenasin Ramiz Ladrosi ka arritur të komunikohet mbrëm edhe nga votimi i platformës online KQZ-si, kandidati që fitoi pa ballotazh, duke e mundur kandidatin e PDK-s në këtë komunë. Ndërkohë, në komunat me shumicë serbe, lista serbe ka siguruar një parti që kontrollohet direkt nga autokrati Vučić, ka arritur të fitoj pa ballotazh në komuna, ndërkohë në komunën e Klokotit do të përballet në rrethin e dytë të votimeve. Një analizë mbi gjithë këtë proces të djeshëm zgjedhor dhe për rrethin e dytë ballotazhit, se si po lexohen këto rezultate nga se partitë politike kanë ftuar analistën e njohur politik Afrem Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën. Ishte një ditë e rëndësishme. Patjetër. Në rënd parë për Kosovën përfundoi një proces të lirë, të qetë, zgjedhor që përmbushi dhe standardet
demokratike. Një ditë pas votimeve, partitë si njëra apo tjetra po përpiqen ta lehtësojnë rezultatin si fitore secila për vete. Ju si e shihni rezultatin që u komunikua si do të qosh shpejt në platformën online? Që ndëgjoj, tash kjo e para dimensioni pozitiv i këtyre zgjedhjeve është ajo që thatë u zhvilluan duke i plotësuar të paktën në pjesën shqiptare, në anën sa i përket në pjesën veriore janë ngritur disa dilema, por mbetet tash që të adresohen ndërkohë u vret që pat një lloj votimi kolektive, njerëzit duke të organizuar prej zyrave të listës serbe drejt qendrave komunale të votimit, gjë që është në kundërshtim me logjikën demokratike e të vullnetit të secilit individ që të marrë pjesë, sepse votimet nuk janë kolektive, nuk janë mënyrë të organizuara që ndodhi, por mbetet të shihet se si do të reagojnë tash Serbia ndërhyu. Që ndërhyet qoftë nëpërmjet skemave financiare, skemave korruptive e tjera, gjë që këto zgjedhje kanë qenë të rëndësishme edhe për këtë aspekt, se i kanë sjellë jo pak të lashe Kosovës, që kur kryetarët në pjesën veriore pa të ndërhiqje. Por unë besoj tash kjo është një temë shumë e gjerë që do të na duhet mbase një emision i tërë për ta analizuar vetëm këtë dimension. Po flasim pjesën shqiptare, në përgjithësi standardet ishin në aspektin demokratik të kënaqshme dhe në anën tjetër që nuk u përsëret ajo hallakoma, që nuk u përsëret ajo pa të ndodhur pas përfundimit të zgjedhjeve nacionale kur u kriju një kaos për shkak të rënies së serverave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që pat kriju një klim goxha të tensionuar dhe me mundësi të shpërthimit sepse në atmosfera të këtilla kur adrenalina elektorale është e mos e ngritur, shumë lehtë mund të eskalojë situata. Këto janë dy proceset kapitale pozitive që në tërësi do thotë japin shenjë që sistemi ka mirë funksionuar, do thotë e tash secili prej subjekteve politike mund duket një lloj unë thash rezultatin preliminar, po ende nuk e ka. Ende secila prej tyre duket tash të grupet drejtuese të subjekteve politike po tentojnë ta justifikojnë vetveten, do thotë që ta shfaqsojnë vetveten e që ti interpretojnë si të kënaqshme këto rezultate, por dje Lidhja Demokratike e Kosovës më mbrëmje pat një komunikat, një qëndrim që i konsideron fitore për këtë subjekt politik, sepse ka arritur suksesin më të madh elektoral që një kohë të gjatë nëpërmjet asambleve komunale, dhe në anën tjetër po ashtu sot kemi një komunikat identike thuajse nga Partia Demokratike e Kosovës që e konsideron njërin prej rezultateve të befasishme të mira për këtë subjekt politik. Për lëvizjeve të vendosja ende s'kemi pa një qëndrim konkret përpos sulmeve që e pat kryeministri në raport me agjencitë hulumtuese të opinionit publik, se kanë dashur ta deformojnë vullnetin e qytetarëve të Kosovës, që ishte tendencioze nga se anketimet filluan të bëhen publike pas orës 7, nuk mund të ndikohet në kutitë e votimit, sepse komisionerët nuk i kanë me agjencitë e hulumtimit publik, po i kanë vetë subjektet politike. Donë është janë të paqëndrueshme sulmet, ato nëse kanë bërë gabim, që u pa sidomos në rastin e Mitrovicës, që ishte margjina e gabimit serioze dhe që dëmtoi pak atmosferën do të thoja, por jo që e dëmtoi rezultatin në kutitë e votimit rezultatin elektoral, sepse sikur ta dëmtonte atë, nuk do të ishte ky rezultat që doli. Dhe në këtë kuptim edhe lëvizjen vetvendosje shoh sikur subjekte të tjera që mund të jap argumentet që nuk ka arsye të jetë të kënaqur me këtë rezultat, duke qenë një parti e cila ka pasur nga partia zotit Kurti dhe vjojnë rënditin. Po, ta shkurt asë unë do të tentoj, duke marrë parasysh edhe në këtë studio, me sa diu në para 2-3 dite, kur keni thonë se cilat janë testet kryesore të subjekteve politike, unë kam thonë, normal Prishtina është, për shkak se peshës që e ka politike, administrative, ekonomike, është një aset i rëndësishëm që secila parti politike do të ka interes që ta administrojë, është normale kjo. Mirë po, tek lëvizjave të vendosje unë kam pa që mbase tema kryesore është Mitrovica, do thotë, qyteti i Mitrovicës. Aty është sfida kryesore, testi kryesor në këtë zgjedhje e lëvizjes të vendosje, duke marrë parasysh investimin publik dhe narracionin që e kanë ndjekur thuajse që 5 vite që është në pushtet Albin Kurti. Nëse shohim në këtë kohë kryetema e lëvizjes së vendosje ka qenë çlirimi i veriut, ajo tash që ndodhi edhe që pasojat që do t'i kemi, po kjo është prap temë tjetër sepse unë friksohet që do të ketë pasoja të paparashikueshme në atë pjesë pasi ta marrin pushtetin kryetarët e komunave në pjesën veriore. Do është çlirimi i veriut dhe përpjekjet për bashkimin e Mitrovicës. Për herë parë do të bashkohet Mitrovica, atë kujtohet edhe ato tensionet që u lindën me hapjen e urës për çarkullim të
automjeteve, mirë po pasi dështoj një iniciative tillë, do thotë u ndërtuan edhe ato që unë i kam quajtur në studion tuaj 2 urat kryesore elektorale. Në këtë drejtim do thotë çdo rezultat ku lëvizja vendosin direkt vota çdo rezultat retorikën e kurtit. Do thotë sepse lëvizja vendos në një farë mënyre i ka justifikuar për shkak të veprimeve në atë pjesë, edhe sanksionet masa sanksionuese të BE-s, edhe tensionet me partnerët ndërkombëtar, edhe prishin edhe dëmtimin e dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës fundi, thuajse në funksion të kësaj makrokauze të madhe, në funksion të këtij qëllimi sublim, nga se këto privime që ne mund t'i kemi aktualisht janë diçka që mund të justifikohen sepse janë në funksion të shtrirjes së sovranitetit në pjesën veriore. Unë në pjesën veriore e që Mitrovica është pika fokale ku do thot kristalizohen këto tema. Çuditërisht do thot një djalë që ai ka mund të jetë i njohur për qytetin e Mitrovicës sepse ka qenë nënkryetar e tjerë, mirë po që nuk ka qenë ndonjë figurë e rëndësishme nacionale, nuk ka qenë ndonjë emër i rëndësishëm politik sa i përket shtrirjes nacionale. Ja arriti që ta sfidoj këtë narracion, këtë investim, ja arriti që ta sfidoj Arjan Tahiri. Dhe në këtë drejtim unë e shoh dështimin kryesor të lëvizjes. Konceptualisht tash, s'po flas për numra, sepse kjo është temë tjetër më pastaj ku do të bëhen analizat për asamblesën. Konceptualisht unë e shoh që lëvizja vetëvendosje do të kapsuar humbje në këto zgjedhje me rezultatin që e korri në qytetin e Mitrovicës jugut, sepse qytetarët pikërisht e Mitrovicës, qytetarët ku e jetojnë drejt për drejt, do të edhe këtë realitete që përballen edhe me këtë rrëfim imagjinar të kurtit, thuajse ishin indiferent ndaj kësaj dhe në masë të madhe u përcaktuan për të votuar për një djalë i cili ishte drejt për drejt në konkurrencë me kryeministrin Kurti. Në qytetin e Mitrovicës nuk ka pasur konkurrencë ndërmjet Arjan Tahiri dhe Faton Pecit. Faton Peci vetëm ka qenë një deleguar formal i kryeministrit Kurti. Tahiri u përball me Kurtin këtu. Betejë kryesore do të që është zhvilluar në Mitrovicë ka qenë betejë ndërmjet Arjan Tahiri dhe kryeministrit Kurti dhe ky është rezultat për Arjan Tahiri. Do të arrish do të thotë që ta çosh në balotazh kryeministrin Kurti me tonat infrastrukturë, me tonat rrëfim, me tonat pushtet që e ka, me tonat përkraje dhe sfond elektoral nacional, kjo nuk mund të mohohet suksesi i Arjan Tahiri si investim i Bedri Hamzës. Në Mitrovicë është kapsuar goditje konceptualisht lëvizja vetëvendosje. Mbetet të shihet se çka do të ndodhë në Prishtinë, nëse hup edhe në Prishtinë betejën me përparim Ramën, duke marrë parasysh se edhe në Prishtinë do të ka nominuar ministër, se po e sheh që janë emëruar 2 persona, 2 njerëz të përzgjedhur në raport edhe me ministrat të tjerë. Qeku dhe Peci kanë qenë 2 prej njerëzve më të përzgjedhur të kryeministrit Kurti në këtë betejë. Pra ka gjasa që kjo është goditje drejt për drejt, humbja e Prishtinës dhe eventualisht e Mitrovicës, por edhe rezultati aktual në farë mënyrë janë goditje e drejt për drejt ndaj politikave qeverise të kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Kështu që Kurti ka kapsuar debakël është në masë termi i rrallë, po ka kapsuar humbje elektorale për shkak të rezultateve sidomos në këto 2 qytete. Ndërkohë fitoria në Kamenicë në Gjelan ato nuk e kanë peshën. Në kaloi në fitoren e Kamenicës po dy dështime. Nuk e kanë peshën e Prishtinës. Për arsye që i përmenda, po edhe tjerat nuk e kanë peshën për arsye që i përmenda të Prishtinës, sepse kemi të bëjmë në këto 2 qytete nuk është e rastishme që Kurti ka deleguar pjesëtar të kabinetit të tij si kandidat për kryetar. Nuk është e rastishme kjo, sepse me këto investim direkt i Kurtit. Investim i drejt për drejt, investim direkt, mbrojtje publike e sukseseve të qeverisë së tij. Me këtë delegim ai ka dashur ta transmetojë mesazhin që është duke i mbrojtur edhe sukseset qeveritare 5 vjet. Dhe në këto 2 komuna nuk janë rezultatet e pritura, nuk janë rezultatet çfarë do duhet i kishte lëvizja vetëvendosje, e që si Prishtina ashtu edhe në Mitrovicë do duhet të fitonte pa balotazh. Ndërkohë rezultati në shtimje nuk e ka. Mirë, çdo komunë që fitohet për një parti politike normal që është gjë e pritur, gjë e mirë. Mirë, po nuk e kanë peshën, nuk e transmetojnë mesazhin e këtyre 2 komunave. Dhe pikërisht në këto 2 komuna ku Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje është përkujdesur mos të madhe që ta bëjnë këtë investim, ato nuk i kanë arritur rezultatet e dëshiruara. Madje për asambleje komunale, do të tash për herë parë kemi edhe që rezultati është më i disfavorshëm edhe se i Partisë Demokratike të Kosovës, diçka që nuk ka qenë
diçka që nuk ka qenë imagjinuar kohën e fundit. Ndërkohë se nuk mbështetit thu retorikën e zotit Kurti për veriun, për atë, votoi krejtësisht ndryshe. Zgjedhjet komunale janë goditje e drejt për drejt e dy segmenteve të qeverisjes Kurtit. E para për pjesën, do të thotë për pjesën veriore, në racionin e tij për shlirimin e veriut, dhe e dyta për sukseset e tij në qeverisjen në pjesën tjetër të Kosovës, që ka tentuar nëpërmjet shembullit të Hajrullah Çekut ti transmetojë edhe në Prishtinë. Pra, rezultatet do të thonë janë dy segmentet kryesore, një risovranizimi i veriut dhe qeverisja dhe shembulli tjetër i qeverisjes në pjesën tjetër nuk kanë ofruar rezultate të kënaqshme për lëvizjen e vendosjes, dhe që këto janë goditje e drejt për drejt për lëvizjen e vendosjes në përgjithësi, por për Albin Kurtin në veçantë. Zgjuar nuk u paraqet Kurti. Tash ajo tjetër është arsyetimi para rezultatin. Po le ta lavdrojnë, na tash i shohim se cila parti tash është ngor, se cila po justifikon fituarën e saj. Po këto njëra është dashur fitojnë, nuk kanë fituar gjitha po na dolin fituese. Kështu që unë po them, unë jam indiferent në ato që kanë ndodhur në Kamenic ose ku e di unë, edhe në Prizren është tjetër situata, edhe pse është diferenca e madhe me kandidatin e PDK-s. Por kur flasim për Prishtinën dhe për Mitrovicën, flasim për investimin e drejt për drejt të liderit të lëvizjes vendosje, për investimin e drejt për drejt të aseteve të tij kryesore që njerëzit nga qeveria i ka transferuar si kandidat për pushtetin komunal, gjë që nuk është rastishme kjo. Në veri sipas ministrit Peci Albin Kurti, pas Ismail Qemali do mbahet mend se arriti ta shliroj një territor prej 17%, dhe në pjesën tjetër në kryeqytet që Albin Kurti është shembulli i dur i qeverisjes në nivel shtetëror, prandaj ka deleguar një ministër të tillë, mirë po që nuk e kaloi testin elektoral në këtë zgjedhje. Se çka do të ndodhë tash balotazhi ajo mbetet të shihet, mirë po pra po them, kjo hapi i parë fillestar shënon një goditje të drejt për drejt konceptuale për Albin Kurtin. PDK po ashtu lavdron vetëm për fuqi në këto zgjedhje në nivel vendi. Kjo parti tha se PDK është e para me mbi 175.000 vota. Në rrethin e parë fitoi Skënderaj, hanin e Elezit dhe një qytet të madh pa ballotazh, Ferizaj në 6 të tjera do të jetë në rrethin e dytë. Si e ke lexuar këtë rezultat? Ja marr edhe do thotë edhe me një kohë gjatë edhe me Partinë Demokratike të Kosovës në ato që ka pasuar, mendoj që humse në këto zgjedhje nuk është baza elektorale e Partisë Demokratike të Kosovës. Në këto zgjedhje humse të drejt për drejt janë grupi drejtues aktual i Partisë Demokratike të Kosovës. Do të përbërë prej kryetarit Krasniqi, i shefit të grupit parlamentar Tahiri, vetë kandidatit të tyre për Prishtinën Orhan Ismani, sepse ne duhet ta bëjmë analizën edhe për PDK-n në proporcion me investimin që e kanë bërë në komuna të caktuara. Ne kemi parë, do thotë, përse ka filluar fushata elektorale, pjesa më e madhe ka pas një disbalans sa i përket koncentrimit të strukturës drejtuese të kësaj partie në Drenas në raport me komuna të tjera. Dhe pikërisht në Drenas djepsuan një debakël që është, nuk kam term ta përshkruaj, është kolapsi pa imagjinueshëm, do thotë, pas 25 vjetë pas luftës, Partia Demokratike e humb nominalisht, nga se kryetari aktual i Drenasit Ladrovci pretendon që ai është më PDK se sa këta që e kanë sfiduar. Mirë, po nominalisht PDK-ja për herë të parë humb Drenasin. Kjo është diçka që s'ka mund të imagjinohet. Goditje direkt për Krasniqin për establishmentin, për klonin e Krasniqit, për establishmentin e tij që e bën atë investim. Unë se që din ja marr kohë gjatë kam thënë që nuk e njoh konfiguracionin elektoral në qytetin e Drenasit. Nuk kam qenë gjendje ta parashikoj se kush saktësisht çfarë rezultati do të ketë. Mirë, po nëse ka diçka që e ka veçuar atë zëvendësim dhe atë përjashtim, ka qenë mungesa e argumenteve demokratike dhe parimore e Partisë Demokratike të Kosovës, sepse e bënin të domosdoshëm një ndrim të tillë. Tri argumente kanë qenë kryesore, në mlioti përmendi, 3 argumente kanë qenë kryesore që PDK-ja i ka mbrojt pse janë duke e bërë këtë lëvizje. E para, po kërkojnë qytetarët, çka ndodhi, qysh. Është një manipulim i pastër në emrin e qytetarëve, në një pretendim fiktiv, se pasën pas asnjë don që qytetarët, asnjë ulëmtim publik, po ajo që është në imagjinatën e mendjen e tyre për interesat tyre përdoren qytetarët vishë si justifikim. E dyta,
nuk kanë pas asnjë argument demokratik, po ashtu se pse janë të detyruar ta bëjnë këtë ndrim, dhe parimorin nga se deri dje ishin po këta që tentonin ta diskualifikonin e ta degradonin kryetarin Ladrovci, që ishin krenuar me punën e tij sa i përket transparencës dhe çmimeve që kishte marrë gjatë kohës sa ishte kryetar. Publikut u duken që po bëjmë vetëm më shumë me Ladrovcin me sa me Zotin Kurti. Kjo dhe nuk ju ndihmoi as pretendimi që vota për Ladrovcin është vot për Kurtin në qytetin e Tiranë. Pra i humbën të gjitha betejat dhe në fund, para 2 ditë më pas rastin ta ndëgjoj në një intervistë kryetarin e PDK-s ta kur u sfidu se pse po e bëjnë këtë ndrim dhe jo me raste të tjera, po tha kemi bën me Sami Lushtakun para 4 vite, kjo është i manipulim sepse nuk është që struktura e PDK-s ka vendosur që zoti Nura ta emëroj në vend të zotit Lushtaku për hir të reformave në PDK, por ka qenë një problem gjyqësor me sa di unë që ja pamundson të zotit Lushtaku në 2 standardet. Se ja pamundson të konkurimin, me këtë ta qartësoj pozicionin tim. Unë nuk jam kundër që zoti Lushtaku të mos konkuronte për qytetin e Skënderajt, absolutisht unë e përkroj edhe konkurimin e zotit Lushtaku, përveç po merrem me pretendimet e kryesisë qendrore të PDK-s si tentonin ta justifikonin atë që e cila nuk mund të justifikohet. Kryesia PDK-s humbi. Tash, aty çka ndodh, dëgjore, Shambe kursin aty çka ndodh tash, unë nuk mund ta parashikoj. Mirë, por në rrethona normale, në rrethona kështu sikur Partia Demokratike të kishte një klasë drejtuese të përgjithshme politike. Ne sot ishim duke diskutuar diçka tjetër, ku njëri prej gazetarëve tonë ishte duke u lajmëruar drejt për drejt nga zyret e PDK-s në një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp, ku Memli Krasniqi së bashku me grupin e tij do të njoftonin ndërheqje dhe do t'i kërkonin falje fillimisht qytetarëve të Drenasit dhe më pastaj votuesve të Partisë Demokratike të Kosovës se pse kanë manipuluar se po e kërkojnë këtë ndrim nga se është kërkesë e qytetarëve të Drenasit. Si mund të justifikohet kjo është kërkesë për ndryshim e qytetarëve të Drenasit në të njëjtën kohë kur Ramiz Ladrovci fiton pa balotazh. Dhe e fundit, me Drenasit. Edhe e fundit. Edhe një për ta rrezuar edhe një pretendim tyne që tregon se sa të pasinqert kanë qenë këtë betejë. Kur u sfidu si thash nga panelistët, tha po deri tash telashet që zoti Ladrovci vetëm telashe i ka sjell tha PDK-s sepse prej se ai është kandidati i PDK-s, çdo herë PDK-ja ka qenë detyruar të shkojnë në balotazh. Kjo tash ka ndodhur dje verifikon diçka tjetër, që ka pas kanë qenë sabotimet e mëbrëmshme të PDK-s pengesë për zotin Ladrovci, sepse me përjashtimin formal të tij nga PDK-ja, aja kaloi Rubikonin pa asnjë telashe. Pra vetëm sa po verifikohet që zoti Ladrovci edhe 2 herë kur ka shkuar në balotazh nuk pas ka qenë fajt e ai, por me divorcimin e njëjtshëm që i bëri PDK-ja, atëherë faj pas ka qenë të kjo strukturë e cila e pas sabotuar nga brenda zotin Ladrovci. Kështu në këtë drejtim, edhe për Prishtinë. Cili mesazh çoi Ladrovci konkret? Mesazhi është i qartë që elektorati i Partisë Demokratike të Kosovës në rast nuk i toleron më komplote dhe konspiracione të tilla. Nga Prishtina. Nga Prishtina nuk toleron, ai është një lloj rebelimi po e quaj demokratik i qytetarëve të Drenasit kundër përpjekjeve që të krijojnë kukulla politike në atë qytet në mënyrë që t'i administrojnë sipas interesave të tyre. Po shtrirjen në nivel vendit të PDK-s si shini ka. Po dëgjoj, PDK-ja ka psuar edhe një debakël tjetër edhe marr parasysh mosën e shkallën e lartë të investimit edhe në Prishtinë. Pavarësisht se për asambli rezultati është i kënaqshëm, kandidati i vazhdueshëm i kësaj partie, domethënë Urani Ismaili, po ashtu psoj humbi nuk arriti të futet as në balotazh, dhe nëse ne e marrim tash, nëse e shohim qoftë në rrjetet sociale, qoftë me koncentrim, qoftë me propagandë mediale, qoftë me shumë dimensione, nëse e shohim disproporcionalisht investimin që ka ekzistuar në Prishtinë në raport me qendrën, unë garantoj, jam i bindur që sot sikur të kishte ndodhur ky investim në Mitrovic për PDK-n, sot do të ishte punë e kryer garën në Mitrovic dhe do të ishim duke vizituar. I sigurt, do të ishim para janë Tahiri Ula vetëm zbashkovish me Bedriamzën pa ndonjë mbështetje. Merr këshire edhe proporcionalisht vetëm rrjetet sociale e investimin që ka ekzistuar po e zon për Urani Ismailin dhe krahasoje me kandidatët me kandidatë. Pra në këtë drejtim është kjo edhe një dështim tjetër i Partisë Demokratike të Kosovës që nuk arriti ta kaloi Rubikonin në Prishtinë, gjë që është goditje drejt për drejt për këtë strukturë drejtuese aktuale të këtij subjekti politik. Pra, duhet të bëhet përgjegjës Krasniqi dhe në rrethana normale, në rrethana normale kur kemi një klasë politike e cila merr përgjegjësi për veprimet e saj, sepse ky ka qenë investim i drejt për drejt
i tyre, i pa justifikuar në aspektin parimor dhe demokratik, me rezultate që e prodhuan të kundërtën e asaj që e kanë propaganduar të njëjtit. Po. Sot ne vetëm pyetja mbase juaj do të ishte jo si e vlerësoni pyetja e parë, jo si e vlerësoni performancën e PDK-s të zgjedhje, por çfarë mendimi keni, çka e pret PDK-n pas tërheqjes së Memli Krasniqit me bashkëpunëtorët e tij. Kjo do të ishte pyetja e parë sot, me rrethona logjike normale, pas kësaj pyetja e parë sot që do ta fillonim këtë emision, do të më drejtojë zoti Kasolli si e pa ndërheqjen e zotit Krasniqi me grupin e tij të ngushtë politik, Kështu do duhet fillonte emisioni. Mjerisht nuk ka filluar kështu, po shohim një përpjekje tillëzore për ta justifikuar këtë humbje që ka ndodhur dje. Po i njëjti grup e pa si shkojnë në Mitrovic duke tentuar që ta shfrytëzojë rezultatin elektoral të Arjan Tahiri dhe ta ekspozoj si fitore dhe tyne personale. Pa ti me rekëshyre vetëm gjatë fushatës të herë kanë shku të njëjtit në Mitrovic dhe sa herë kanë shku në Drenas. Ata do duhet prompt ishin në Drenas, jo në Mitrovic. Po ikën nga Drenasi, ura një heshtje mortore dhe gjithë hajtë këshyrem të shpëtojmë kokat politike se rezultati në Mitrovic mos përna kryon teren për mbjetesë politike. Në nivel tjetër të veni prikim Prizrenin. Dëgjon, Prizrenin nuk është rezultati. Nuk është keq në aspektin elektoral. Mirë, po kudo që kanë fituar, dëgjoj që bëhet analiza. Kudo që ka rezultat të favorshëm elektoral PDK-ja, ka aty kur s'ka pas veprime të strukturës drejtuese të PDK-s. Agim Aliu është një trashëgimi tjetër e Partisë Demokratike, i cili rrjedh që nga koha shin faqet e Kadri Veselit. Pa është një aset i PDK-s për Ramiz Ladrocin. Një aset, po dalin tash. Shaqir Totaj është një trashëgimi e Kadri Veselit, do i cili rezultatin e ka të kënaqshëm. Ku grupi drejtues i Partisë Demokratike të Kosovës ka involvuar, ka futur duart, rezultatet janë katastrofale. Kjo në gjendje në Rahovec. Një kandidat i tyre si e Doncana. Kjo çfarë rezultati ka? Të turpshëm. Kudo ku njerëzit e tyre i kanë emëruar këtë garë elektorale, rezultati është katastrofal. Kudo ku janë involvuar këta sikur në Drenas, po domethënë për herë të parë PDK-ja e humb Drenasin pas 25 vjetë. Fitoj PDK-ja tradicionale, disa qytete i fitoj rezultate por PDK-ja e reformave. Dëgjoj, PDK-ja tradicionale e mbrojti votën e saj. PDK-ja e reformave, po e quaj figurativisht e reformave, psoj kolaps elektoral. Gjë që tregoj që elektorati PDK-s nuk është i kënaqur me ata që pretendojnë nominalisht t'i bëjnë reforma, por elektorati i PDK-s është i kënaqur me PDK-n tradicionale. Tash këto janë sfidat që i ka PDK-ja, do thotë që si edhe në tash edhe rrethin e dytë është ku askush nuk e ka të sigurt si ta përfitojnë. Jo, PDK-ja e reformave psoj debakël. PDK-ja tradicionale tash është në garë. PDK-ja kudo ku është në pyetje PDK-ja e reformave, nuk as balotazhin, nuk arrit as futet në balotazh, është e treta e katërta në shumë prej. Ndërkohë PDK-ja tradicionale Agim Aliut me balotazh e Bedri Hamzës me një sukses të jashtëzakonshëm duke ju kundërvënë një mashinerie, çfarë është e paimagjinueshme, nuk mund ta përshkruajë në mashinerinë me cilën është përballë PDK-ja e Bedri Hamzës Mitrovic me qeverinë e Albin Kurtit. Është sfidë në nivelin qendror, të njëjtit ju kanë nënshtruar, janë pjesë ingranazhit të lëvizjes vetëvendosje. Të njëjtit kanë pranuar e ja kanë ndihmuar me mos politikën e tyre, ja kanë ndihmuar Albin Kurtit me pasivitetin e tyre duke ndikuar që ky narracion të bëhet narracion dominant politik. Kështu që qëndrimi 4 vjeçar i kësaj strukture në Kuvendin e Kosovës ka qenë kontribut i tërfortë ose i drejt për drejt për këtë sukses, që prapë nuk është sukses, por të paktën për këto vota që i gëzon sot lëvizja vetëvendosje në qytetin e Mitrovicës. Përballën vet, kandidatët kryetar të komunave nga PDK. Jo pse kishin mbështetje. Kauza kryesore e Albin Kurtit, ne e përmendëm të mos humbim kohë, kauza kryesore ka qenë kjo për çlirimin e Veriut e për risovranizim. Kjo ka qenë një temë shumë e madhe me cilën është dalë, një temë nacionale. Ne po edhe në Kuvend Kosovës me një votim antikushtetues që ndodhte që do të na nxjerrte te lashe, do të jemi këtu. Pikërisht dështimi i këtyre që sot në nivel qendror i drejtojnë partitë politike, ja mundsuan Albin Kurti që me këtë kartë, me këtë narracion, me këtë tregim të madh, do thotë ta ketë këtë rezultat çfarë ka në Mitrovic që përsëri fal punës Arjan Tahirit e Bedri Hamzës
nuk ja doli që ta maksimalizoj deri në fund. Po ta kishte investimin siç e ka bërë PDK në Prishtinë. Po tham që të mes keq kuptuohet. Siç e ka bërë në Prishtinë. Unë nuk po tham që njerëzit e PDK-s kanë shkuar. Unë nuk po tham që njerëzit e PDK-s kanë shkuar dhe kanë votuar për lëvizjen vetëvendosje. Nuk është puna tash këtu kur janë te dita e votimit, është pasiviteti konstant tek nënshtrimin ndaj këtij narracioni që të lën pa alternativë politike dhe që ta bën lojtarin kryesor Albin Kurtin e që pastaj duhet të përballet në nivel lokal atje një ideali i ri edhe një kandidati. Po lëvizin shpejt minutat ka thonë shumë. Do të jemi këtu gjithë javën se prapë kemi nevojë për pjesën veriore do të na merr kohë. E analizojmë dhe rezultatin e LDK-s po ashtu kjo parti fitoi pa ballotazh drejtën e parë në Lipjan dhe në Istog. Në të tjera komuna do të jetë në ballotazh në 9 prej tyre. Në Gjilan, Push Kosovë, Bilic, Shpej, Prishtinë, Viti, Dragash, Suareke dhe Junik. Në gjitha këto është një rezultat i paparashikueshëm, po çka mund të krenohet LDK në këtë zgjedhje? LDK s'mund të krenohet hiç në zgjedhje, normale në Lipjan ka qenë thujse e pritshme, edhe në Istog. Betejë ende s'ka përfunduar për lidhjen demokratike të Kosovës, për jetë parë në peveç pa balotazh, do nuk mund të kalojmë, jemi mësuar që Gaz Muhaxherin ta shohim gjithmonë të kalonte pa balotazh, që është një lloj goditje. Po ashtu në Fush Kosovë do thotë që ka qenë një bastion tradicional i lidhjes demokratike të Kosovës, për 25 vite thuajse pa balotazh ky subjekt politik dhe rezultati nuk është i kënaqshëm. Nuk e di çka do të ndodhë në balotazh tash to kombinatorika që krijohen, mirë po është humbje për LDK. Kjo që ka ndodhur në Fush Kosovë është humbje që fatkeqësisht mbase një kandidat koqa serioz dhe i mirë në këto zgjedhje që ishte i lidhjes demokratike të Kosovës, mirë po siç duket frustrimi i gjatë i qytetarëve me menaxhimin e kësaj komune nga paraardhësit e tij ndikuan që barrën e humbjes dhe barrën e disfatës ta ketë zoti Osmani. Betejë tash kryesore do thotë që në fund nëse mund të rikuperoj veten lidhja demokratike e Kosovës, nuk ka dyshim që është Prishtina, gara është e hapur, ende nuk është e mbyllur, diferenca është çfarë tregojnë votuesit Prishtinës duke dhënë votat për LDK-n dhe është një diferencë vogël. Shumë diferencë, po tash ndëgjoj, në rrethana normale unë prapë them. Në rrethana normale, ne sot do të ishim duke diskutuar për fitoren pa balotazh të lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë, në disa rrethana tjera politike, sepse është investimi drejt për drejt, kandidati në Prishtinë është investimi drejt për drejt i Albin Kurtit. Kjo është një lloj revolte e qytetarëve të Prishtinës, një lloj shprehje e pakënaqësisë ndaj edhe ndaj qeverisjes qendrore të Albin Kurtit. Mirë po që edhe nuk u manifestuan në kënaqësi të bollshme me qeverisjen e drejtanishme të përparim Ramës. Nuk kena ka sjellën këtë situatë, këtë ndarje thuajse të barabartë. Prishtina sot për LDK-n politik. Zotin Abdigjiku. Ndëgjoj, tash sfida kryesore e Abdigjikut është kryesisht në Prishtinë, sepse edhe në Prishtinë, nëse i marrim edhe qytete të tjera, po e zom Gaz Muhaxherin ose edhe këto janë trashëgimi që i ka gjetur Lumir Abdigjiku. Përparim Rama është fytyra e reformave të lidhjes demokratike të Kosovës të iniciuara nga Lumir Abdigjiku. Fati politik i Abdigjikut është i lidhur me fatin e përparim Ramës. Deshti apo nuk deshti, pavarësisht pakënaqësive momentale që mund t'ju lindin, e hatërmbetjeve, e keqkuptimeve që mund t'kenë në menaxhim, tash nuk i diun ato dinamikat e brendshme politike, mirë po, ajo me cilën Lumir Abdigjiku ka arritur ta identifikojë veten se si do duket reforma në lidhjen demokratike të Kosovës. Nuk është emri i Gaz Muhaxherit, nuk është as emri i Imre Ahmetit, as emri i Lutfi Azirit, pavarësisht që nuk ishte në garë për komunën ose i Ilir Feratit në Istog. Këto janë një trashëgimi politike që cilat konjunktura të mërshme. Konjunktura që datojnë mbase me një aktivitet 20 vjeçare, disa edhe më shumë në lidhjen demokratike të Kosovës. Ajo me cilën Lumir Abdigjiku do thotë është identifikohet si fytyra e re e LDK-s është pikërisht intervenimi që e ka bërë në Prishtinë, edhe me Lushtakun, me disa emra, Halimin e tjerë, me disa emra që i ka promovuar, do thotë, kryesisht në qytetin e Prishtinës. Dhe nëse eventualisht, do thotë, nuk arrin që përparim Rama ta kapitalizoj, ta kaloj këtë sfidë, kjo është goditje, edhe ashtu është një lloj goditje për Lumir Abdigjikun, mirë po praktikisht nëse në balotazh eventualisht arrin që ta humb
kryeqytetin Lidhja Demokratike e Kosovës, kjo është goditje e drejt për drejt edhe për Lumir Abdixhikun, gjë që e njëjta do të vlente që vlen sot për drejtuesit e Partisë Demokratike të Kosovës. Në mbrëmje Lumir Abdixhiku i vetmi shpjegim që mund t'ia jap qytetarëve të mas pari elektoratit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pastaj qytetarëve të Kosovës do të jetë që t'i kërkoj folje dhe t'jap dorëheqje për atë dështim. Nëse fiton Lidhja Demokratike, atëherë këto do ta shfrytëzoj si trofe të tij personal. Përsëri Lumir Abdixhiku do të tentoj që edhe më tutje ta shtyjë agjendën e tij politike brenda LDK-s, mirë po se çfarë rezultati do të jep mbetet të shihet. E analizojmë shkurtimisht edhe akën dhe rezultatin e saj preliminar. Kasolli ka siguru fitore pa balotazh vetëm në Deçan. Kishte pritë që një rezultat ngjashëm pa balotazh do ta merrte edhe në Gjakov, por nuk arriti dakord atë rezultat. Në rrethin e dytë është në Gjakov, në Lahovec, në Suarek, Njunik, në këto komuna partia zotit Haradinaj dhe kandidatët e saj. Si e keni lexuar? Po në Deçan, do thot, për shkak tash është e vërtet që është përballë kandidati i Aleancës është përballë me një fushat interesante nga praktikisht paktën aspektin publik. Natyra Kuqi ishte ajo e cila e kishte zhvilluar betejën kryesore. Thuaj se ishin të pavarësshëm kandidatë të tjerë, mirë po rezultati duhet të jetë. Sa i përket betejës publike, po flas, betejës publike mediane ne kemi parë një betejë ndërmjet zotit Ramosaj dhe në zonës Natyra Kuqi. Do kandidatë tjerë thuaj se absolutisht nuk janë mbretur, nuk jam i bindur që opinioni në mas shumë të vogël i ndjes, secilin prej tyre, ndërkohë Natyra arriti në mas të madhe që të shndrohet një lloj figure interesante, atraktive për opinionin publik për shkak të asaj betejë agresive mediale që zhvilloi kundër, duke sfiduar mirë po tash por vajtja polemikat ishin u dëshmund që në Deçan megjithatë Aleanca e ruan bazën e saj për shkak lidhjeve tradicionale, lideri i saj kryesor do thotë vjen nga i rajon, sepse ndonë se nuk e njoh mirë pastaj në detaje konfiguracionin elektoral të atij vendi. Në qytete tjera besoj jam i bindur duke i parë edhe rezultatet se cila parti është e dyta e treta që do të rikonfirmuohet Aleanca, sidomos në Lahovec dhe në Suarek, por edhe në Gjakov nuk pres ndonjë befasi, dallimi është shumë i madh dhe vështirë që të tejkalohet Ardian Gjini. Është një figurë karizmatike, do thotë, cili jo vetëm në qytetin e Gjakovës, por Ardian Gjini është një orë dhe mbase njëri prej kryetarëve me performancë në nivel nacional. Kështu që pres që Aleanca t'i ruan këtu komuna, por që nuk janë të mjaftueshme sepse ende ky subjekt politik nuk ka arritur të çlirohet nga imazhi një partie regionale dhe të shfaqet si një subjekt politik atraktiv në nivel të përgjithshëm nacional, gjë që ka qenë një handicap i vazhdueshëm për Aleancën për ardhmërinë e Kosovës. Lima e ruajti Malishevën. Rezultatet po. Rrethin e parë fitoi zoti Ekrem Kastrati dhe në Drenas Ramiz Ladrosi edhe në paraqitjen e parë të fitores tha se këtë rezultat ja dedikon Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit e kështu me radhë, por nuk e përmendi fare dhe tha se unë jam ma PD-k. Tash kjo betejë dy situata, Ramizi në Drenas, tash mbetet dhe Limaj në Malishev. Figura që tregon gjeografikisht Kosova ka një situatë heterogjene të rezultatit të ndryshëm për njërin apo partinë tjetër. Asnjë parti nuk mund të thirrë se ka influencë. Fitoria e Ramiz Ladrovcit në Drenas ka edhe një implikim tjetër për shkak se megjithatë ne mos harrojmë djali Jakub Krasniqit ka kohë që ka aderuar në Partinë Demokratike të Kosovës, i cili është po ashtu nga Drenasi dhe nuk ka arritur, do thotë, nuk përkundër këtij aderimi, përkundër ekspozimit të tij në mbështetje të Petrit Hajdarit, duket që nuk i dha rezultatet e pritura, do thotë që Ramizi arriti ta ruajë, do thotë, simpatinë e qytetarëve të Drenasit dhe që është kryesorja për ta, do thotë, ajo me cilën duhet të përballen ata që e kanë ndërmarrë këtë veprim është arsyetimi i tyre bazik se po e kërkojnë qytetarët e Drenasit. Në çka e kanë të bazuar? Në çka e kanë pas të bazuar këtë që nuk është ashtu. Jo, në çka e kanë pas të bazuar dhe e dyta që çdo herë
në balotazh na ka quar Ramiz Ladroci. Ndërkohë kur Ramiz Ladroci u divorcu nga sigla formale e PDK-s, ajo kaloi pa balotazh. Kështu që tash përgjegjësia do të thotë me automatizëm nga Memli Kasniqi. nga sigla, po, nga kjo kryesi tash, do të thonë që përgjegjësia tash duhet të kërkohet. Kjo e ka dhënë drejtë Ramiz Ladrocit, kjo dhe çdo qytetari që i ka përcjell zhvillimet politike, që përgjegjësia politike duhet të kërkohet brenda kësaj strukture që ka shpresuar që me konspiracionin të këtilla politike mund të krijojë kryetar kukulla në qytetin e Drenasit. Qytetarët e Drenasit kanë dëshmuar një emancipim të jashtëzakonshëm politik dhe historik. Kjo është për të përshëndetur, për të mbajtur mend, nga se kanë dëshmuar që nuk mund të jenë në rob vetëm të logos politike. Por ata e vlerësojnë mos. Unë nuk e di si është puna në Drenas, sepse prapë tham ka ndoshta vite që nuk kam qenë në Drenas. Nuk e njoh performancën, por gjykimin e formsoj në bazë të argumenteve publike që jipe. Nëse zoti Ladrovci dëshmonte se si me veprimet e tij ka arritur që disa prej eksponentëve kryesorë të PDK-s t'ia ndal bizneset në rajonin e Drenasit, njëjtit nuk ishin në gjendje të ofronin kundër argumente. Por vetëm shpresuan se disi përfitojmë nga emri i logos së PDK-s dhe duke i mbajtur të heshtur, duke mos i kundërvur në këtë pikë, e transmetonin mesazhin se të njëjtit mbase vetëm po presin ta heshin qafët të politikisht dhe ta vazhdojnë përsëri atë praktikë të abuzimeve në komunën e Drenasit. Mirë po ja që elektorati nuk ja dha këtë luks. Nuk më del shumë koha t'ju mbaj shumë gjatë në studio, do të vijojmë dhe nesër kasolli me fokus të veçantë. Dhe rrethin e dytë të votimeve, ashtu si kundër dhe hapat që dhe kursin politik që pritet ta ndjek lista serbe kjo është krye tema komuna në rrethin e parë. Në aspektin shtetëror sepse ne u morëm për shkak edhe të ndërhyrjeve të drejt për drejta që bëri autokrati Vučić duke manipuluar gjithë serbët nëpërmjet listës serbe, duke krijuar një relacion dhe korruptiv për cilën bëjë mbylli sy dhe fare nuk reagoi për këtë ndërhyrje. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian para pak ditë ngriti alarmin që të jemi vetëm korrekt këtu mirë po prapë Komisioni Evropian. Këto që biseduam normal këto janë me implikime të brendshme partijake. Ndërkohë kjo që unë i friksona tash me rikonfirmimin e listës serbe, sidomos në 4 komunat në pjesën veriore, kam dronë që kjo mund të ketë implikime të tjera shtetërore nga mënyra se edhe ne si do të sillemi përballë provokimeve eventuale që mund na vinë nga kryetarët. Nuk po paragjykoj, nuk po them që do të ndodhë, mirë po vetëm po ngris si shqetësim që paktën të jemi të përgatitur që mund të kemi provokime të paktën natyrës simbolike nga kryetarët dhe si do të reagojmë ne, si do të sillemi, a do ta hellojmë edhe me tutje tash përçarjen tonë dhe tensionin me bashkësinë ndërkombëtare, sepse këtë nuk duhet ta harrojmë kur. Unë jam i bindur që pavarësisht që thuhet që jo për u korrën suksese nuk ishte lista serbe, lista serbe i ka realizuar qëllimet e saj politike kundër shtetit të Kosovës, pa qenë në pushtet, duke na konfrontuar me bashkësinë ndërkombëtare. Ky është qëllimi i saj. Domthonë lista serbe dhe Vučić ka një objektiv kryesor. Sa më shumë që ta tjetërsoj raportin diplomatik të Kosovës me SBA dhe me BE. Edhe kur nëse si morrin ato komuna, Serbia ka kapacitete të mirëmbaj financiarisht gjithë ata individ sot e 50 vjet e 100 vjet ka kapacitete të mirëmbaj. Me lloj ndihme e manipulimit të tilla e sen. Qëllimi strategjik i tyre është se si tjetërsohet Kosova me partnerët ndërkombëtar. Ta grit Kosovën me ta fut në telashet e kësaj natyre. Kjo është fitoria më e madhe e tyre politike. Merrja komunat. Sot e 20 vjet mos ja vjep ato komuna. Nëse realizohet ky objektiv i madh politik, kjo është fitore diplomatike e tyre. Prandaj ne ideja ime nesër do ta trajtojmë kasolli këtë temë sepse besoj që për 3-4 minuta po se shumë zhvillime kanë ndodhur. Nuk na mjaftojnë këto minuta për ta kontekstualizuar, trajtuar juve që ju marrni pyetje mbi të problem të jashtëzakonshëm që e kemi në praktere. Sepse me krimin e tyre do të rritet presioni për bashkësinë e komunave, ne kemi bllokada. Nesër do ta trajtojmë kasolli dhe për fund ke parashikim për rrethin e dytë të votimeve apo po jalojmë befasive apo do të jetë edhe parashikimi është i vështirë edhe nga trashëgimia, nga memoria që e kemi mbase nga zgjedhjet e kaluara. Është vështirë sepse ka dëshmuar që edhe nëse diferenca është e madhe, lemo kur është e vogël, dintëm përmbysen rezultatet. Falenderoj kasolli për kohën. Ishte kënaqësi.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.